së diasporës këtu? Unë menoj që ky është një arsyetim i dëmshëm që këto subjekte politike të provu me gjetë arsye krejt kohën, përfundojnë të arsyetu veten. Se në fillim nëse ju kujtohet ishte për shkak që Vjosa Osmani, ishte për shkak që pandemia, pastaj ishte për shkak të diasporës, edhe nëse nuk reflektojmë si opozit, atëherë kemi përfundu krejt kohën duke i dhënë vetës arsyetime të lehta, edhe duke pretenduar që nuk ka gabime në opozitbërjen e tyre, mirë po krejt faji është tek diaspora, edhe më besoj që qosja më e dëmshme, edhe një lloj urrejtje që është nxit në raport me Mërgotën është tepër e padrejtë prej çka kanë bë individ brenda këtyre subjekteve ose njerëz analistë nëpër studio televizive që janë paguar prej tyre. Se unë po them nuk po e delegoj te ju, unë edhe plot qytetarë tjerë besojmë që këto subjekte politike, duke e dorëzu opozitarizmin në studio televizive të individ caktuar, ka përfundu duke hek dorë prej opozitarizmit. Domethënë, më shumë ka pas ballafaqime të analistëve edhe të krejt tjerëve se sa të vetë përfaqësuesve të tyre subjekteve. Kanë qenë totalisht jo ekzistent, edhe mas lehtë në këtë situatë është me thonë që për fajt të diasporës ne i humbim zgjedhjet. Mirë po unë besoj që